Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Dhe shpalli dhuntit e Zotit tënd. Vllai i nderuar, motër e nderuar, falënderimi i takon Allahut të lartësuar që na e mundësoi ta agjërojmë muajin e Ramazanit. Vlla dhe motër, është mirësi e madhe. Është mirësi e madhe që na zgjodhi i madhi Zot në mesin e krijesave që të agjërojmë muajin e begat të Ramazanit. Është mirësi e madhe që të ka zgjedhë ty i madhi Zot me qenë prej agjëruesve të Ramazanit. Elhamdulillah. Falënderimi takon Zotit gjithësisë. Vlla dhe motër, mirësitë që t'i ka dhënë Allahu i lartësuar shprehi. Trego për to. Është mirësi e madhe. Dhe tregohu falënderues se në momentin që njeriu shpreh mirësinë që i ka dhënë Zoti i gjithësisë, do të thotë që po e falenderon Allahun e lartësuar. Elhamdulillah, Zoti i gjithësisë ma mundsoi me agjërumin e Ramazanit. Elhamdulillah, Allahu i lartësuar ma ka mundësuar me fal namazin. Patjetër, nëse ne tregohemi falenderus ndaj të madhit Zot, Allahu i lartësuar na ka premtuar në Kur'an që do t'i shtoj mirësitë e tij ndaj nesh, begatitë e tij ndaj nesh. Wala in shakartum la azidannakum. E nëse ju tregoheni falenderues, unë do t'ju ashtoj pra mirësitë, begatitë. Lutim Allahun e lartësuar që na e ketë pranuar agjërimin. Vlla dhe motër, patjetër që ne e shprehim kënaqësinë dhe mirësinë duke madhëruar Zotin e gjithësisë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. O Allah, na bëj falenderues për çdo begati dhe na e prano Ramazanin.